Pikërisht kjo është edicioni 3 i Speed Master Athletic Challenge. Është edicioni 3 që zhvilloi këtu në Shkodër dhe është pjesë e EMA League, European Master Athletics League. Është një serë e aktivitetesh të EMA-s, të Europës, të cilat zhvillohen në 10 vendet e Europës dhe një ndër to është Shkodra. Shkodra tani më ka marrë një vend deri në Europën e mastrave dhe pjesëmarrja këtë radhë është shumë e mirë. Femra, meshkuj dhe gjithashtu dhe jashtë gare që janë të rinj marrin pjesë në këtë aktivitet. Sa vjen edhe përmirësohet cilësia. Shkodra ka stadiumin e mrekullueshëm, njerëzit e mrekullueshëm dhe shpresojmë që të vazhdojë edhe vitet e tjera. Çfarë prisni? Cilat janë përçmëritë të këtij edicioni? Stadiumi i Shkodrës ka një pistë shumë të mirë dhe këtu vinë atletë cilësor për të thyer rekorde dhe shpresojmë që të thyejnë rekordet si ballkanike, europiane dhe botërore. Rëdin sa i shërben turizmi sportiv ky eveniment? Ky eveniment i shërben shumë sepse bashkë me sportistët vinë dhe shumë familjar. Është provuar që bashkë me një atlet, mesatari është 2.5 familjar që vinë dhe i shërben shumë turizmit. Hotelet, restorantet janë plot dhe të ardhurat shkojnë për familjarët, për hotelet, për bashkinë, për shtetin shqiptar, për të gjithë ne shqiptarët. Çfarë ju bën të besoni se mund të kemi thyrje rekordi botror? Është kohë e mrekullueshme. Pista e mrekullueshme është një pistë gati për, domethënë e gatshme për sprinter dhe janë atletë më të mirë që marrin pjesë. Kemi disa kampion bote që marrin pjesë në këtë. Kush konsiderohet pretendentët? Amelia Ketlot, Patra Boat nga Britania dhe nga Franca, të cilët kanë ardhur Kastile për të thyer rekordet. Po Shqipëria si do të paraqitet? Paraqitet Shqipëria me një grup modest atletësh, megjithatë janë mirë, rreth 30 atletë.